Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski pasi vizitoi mbrëm qendrën kompjuterike të qytetit të sigurt në Shkup, dëshmoi për fillimin e suksesshëm të projektit, se ai po ecën sipas parametrave të planifikuar dhe se qytetarët, siç pritej, po I respektojnë rregullat e trafikut në numër të madh. 1.2.2026 година, негде отприлike околу 20 часот, драстично намалување на бројката на сообраќајни претършоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тест периодот. Kemi një rënje të ndjeshme të numrit të shkeljeve të trafikut krahasuar me 2 muaj më parë kur filluam periudhën e testimit. Kemi afërsisht 500 shkelje të trafikut që janë regjistruar nga kamerat inteligjente dhe dua të shpem mirënjohjen time të pafundme për qytetarët në Republikën e Maqedonisë dhe përdoruesit e ndërgjegjshëm të rrugës, sepse ju jeni ata që bën të mundur uljen drastike të numrit në 2 muajt e fundit, nga diku mbi 120.000 në vetëm 500 shkelje. Ju jeni ata që ulën numrin e personave të lënduar në aksidente trafiku me rreth 35% në territorin e Shkupit dhe ju jeni ata që ulën numrin e vdekjeve në aksidente trafiku nga 11 në 4. Ministri I Brendshëm theksoi edhe një herë se me zbatimin e këtij projekti dhe lançimin e tij zyrtar brenda pak orësh po tregojmë se ishim në gjendje të zbatonim vlerat evropiane në Maqedoni dhe se ishim në gjendje të tregonim një çësje të ndryshme, ndryshe nga më parë. Ai edhe një herë I përgëzoi të gjithë me zemër qytetarët për respektimin e rregullave të trafikut dhe shprehu besimin se në të ardhmen me një sjellje të tillë do tregojmë se po I zbatojmë vërtet ato vlera evropiane që qytetarët I meritojnë.